Java e 34 e kategorisë superiore në futboll ishte maja e trukimit, pa u fshehur, pa bërë sikur po luhej. Portat u hapën, ndërsa futbollistët, ndonjësyresh edhe ish lojtari kombëtares, la në fush dinjitetin e shitur fanelën dhe mbollën zhgënjimin e tifozerisë. Trukimi ishte po aq superior sa vet emri i madh që mban kjo kategori e skaduar që në ngjizje, ndërsa farsa i frikshme ishte live, duket se SPAK e pati ditë pushimi, në një kohë që krimi kryej në 5 qytete të vendit. Është nga ato raste që nuk kërkon hetim të thellë, as materiale proaktive. Mashtrimi hapur, çka u reflektua në koeficientët e kompanive të basteve që kuotonin me koeficient të ulët skuadrat që përpëliten me rrenjën nga kategoria, ndërsa ata që janë në maj, Elbasani, Vllaznia, Egnatia, Dinamo dhe Partizani, me koeficient nga 4.5 deri 7.5 për fitoren. Sigurisht të gjitha humbën. Përjashtim bëri ndeshja Teuta Tirana që la disi blov situatën, pasi dukej pak më e luftuara, pasi të dyja rrezikojnë fundin, ose më sakt, në 2 ndeshjet e fundit do vendos ai i madhi, duka i 7, kush bie, kush qëndron në maj e kush do zgjas duart në trofe. Ajo skene turpshme që ndodhi këtë të shtunë dhe jo vetëm është krimi i organizuar me qëllim përfitimin. Në lojë janë shumë njerëz, president të klubeve, futbollist, arbitra dhe mbi të gjithë i madhi i të mëdhenjve, presidenti i FSHF-s, Armand Duka. Qindra apo miliona euro përfituen në llotaritë sportive, kryesisht në Azi, nga një cop kampionat futbolli këtu, që për nga cilësia dhe mbi të gjitha vërtetësia është si një fushë e zezë ku bëjnë sikur ndeshen skuadra që për fat keq përfaqësojnë qytete që futbollin e kanë si fe të dytë. SPAK apo Duka i 7. Vendosni koeficientët. Sigurisht, mjeshtrat e skedinave as e luajnë fare, sepse SPAK ka fare po fare pak shanse të fitoj para kryeskuadrës FSHF.